Zonja Presidente, mirë se vini në Berlin. 100 metra më larg kemi edhe Brandenburg Tor, pra portën e Brandenburgut, e cila simbolizon në fakt disa gjëra shumë rëndësi. E para është triumfi në kohën e Prusisë, pastaj vjen koha e ndarjes së Gjermanisë, edhe pastaj vjen koha e lirisë dhe paqes. Ku është Kosova? Në cilën prej këtyre fazave jemi në Kosovë? Kosova natyrisht është në fazën e lirisë dhe paqes, por do të thoja që sfidat në mbrojtjen e lirisë dhe të paqes nuk është që ndodhin vetëm një herë. Dhe kjo vërtetohet sidomos në kontinentin evropian, ku sfidat e sigurisë janë të mëdha edhe sot, dhe pas pushtimit rus kundër Ukrainës ne kemi parë që të gjithë, sidomos ne që kemi përjetuar luftë dhe që kemi në fqinjësinë tonë shtete agresore, që mbrojtja e lirisë dhe mbrojtja e paqes janë punë të përditshme, nuk përfundojnë me një triumf. Ato duhet vazhdimisht të mirëmbahen, ato duhet vazhdimisht të ushqehen, duhet vazhdimisht të mbrohen me çdo kusht dhe pavarësisht çmimit të lartë që duhet të paguhet, sepse gjithmonë ka forca të cilat dëshirojnë të minojnë këto të arritura, pra lirinë, paqen dhe demokracinë, dhe ne duhet si demokraci që jemi të qëndrojmë të bashkuar në mbrojtjen e tyre. Kur jemi të sfidat, sepse i përmendët, ju edhe dje keni përmendur që një prej sfidave është provokimet që vijnë nga shtetet e rajonit. Ju Serbinë keni quajtur edhe si dora e zgjatur e Rusisë. Ka pasur vërtet rreziqe të konflikteve për cila ka folur edhe presidenti Trump mes Kosovës dhe Serbisë. Ose më mirë të Serbisë dhe Kosovës. Sikur ta thoja këtë para vitit 2023, ndoshta shumë njerëz nuk do ta merrnin edhe aq seriozisht, mirë po pas shtatorit 2023, ku Serbia tentoi një akt agresioni kundër Kosovës, dhe nëpërmjet grupeve terroriste dhe paramilitare të cilët i futi në Kosovë, kishte për qëllim të aneksonte veriun e Kosovës sipas planeve të Putinit dhe metodave të tij. Tashmë është e qartë që Serbia e ka pikërisht atë qëllim, dhe në arritjen e atij qëllimi Serbia vazhdimisht përdor taktika destabilizuese, dhe atë jo vetëm kundër Kosovës, po edhe kundër Bosnjë-Hercegovinës dhe shteteve tjera në rajon. Pra është e qartë që Serbia vazhdon të jetë shtet agresor, vazhdon të jetë dorë e zgjatur e Putinit, sepse është qëllim i Rusisë dhe ka qenë tradicionalisht e historikisht qëllim i Rusisë që të destabilizohet Ballkani Perëndimor si mjet destabilizimi për gjithë kontinentin evropian. Pra nuk është që ato gjëra vetëm po i themi, ato gjëra kanë ndodhur në shtator 2023. Pastaj në nëntor 2024, po, akt agresioni ka qenë Banjska. Në vitin në nëntor 2024 ka pas sulm ndaj në Iberlepenc, mirë po qëllimi ka qenë që të shkatrohen mjetet jetike nëpërmjet cilave Republika e Kosovës furnizohet me ujë, me energji elektrike, me ngrohje e të tjera, dhe nëpërmjet kësaj të dëshmohet se përdoren edhe metoda hibride të sulmeve ndaj Kosovës, jo vetëm ajo ushtria tradicionale që ne kemi parë në vitet e 90-ta. Pra Serbia vazhdimisht i provon këto, ka pasur tendenca destabilizimi edhe si vjet në pranverë, me ndihmën e aleatëve tanë i kemi parandaluar. Tani ka shumë që nuk dojnë të tregojnë publikisht se çfarë ka ngjarë. Unë i kam lexuar raportet e institucioneve tona, e di çfarë ka synuar Serbia, e di çfarë synon. Asjo me siguri nuk jeni të hapur të fletni për këto tamam. Po këto janë çështje të cilat janë të rregulluara me ligj, dhe kur informacionet janë të klasifikuara ne e kemi për detyrë. Natyrisht unë si presidente kam të drejtë të deklasifikoj informacione, po mendoj që nuk është e drejtë që t'ja vështirësoj institucioneve tona të sigurisë punën. Ata duhet të vazhdojnë të mbledhin informata, ata duhet të vazhdojnë të jenë të gatshëm që të na informojnë neve si institucione, por edhe aleatët tonë në mënyrë që të parandalojmë çdo tendencë destabilizuese të Serbisë. Megjithatë, kur jemi tek raportet me Serbinë, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, gjithë kanë kërkuar vazhdimin e dialogut edhe arritjen e një marrëveshje. Mendoni se vërtet është e mundur arritja e marrëveshjes me Serbinë në këtë konstelacion forcash politike? Forcash politike në Kosovë apo forcash politike në botë? Interpretojeni si të dani, në Kosovë dhe në Serbi e pata fjalën. Në Kosovë, forcat politike në Kosovë nuk kanë qenë kur pengesa për një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila fokusohet në njohje të ndërsjellë. Pra kur problemi nuk ka qenë në Kosovë, pavarësisht cilat forca politike e kanë udhëhequr Kosovën, gjithnjë Kosova përgjatë tërë dialogut nga viti 2010
e tutje kanë qenë shumë konstruktive në procesin e dialogut. Nuk ka qenë Kosova që ka blokuar. Me forcat e Serbisë është problem, unë nuk kam shpresa të mëdha, natyrisht ka njerëz në Bashkimin Evropian që besojnë që Vučići do të tregohet konstruktiv, unë nuk kam as pak besim që nga ky njeri mund të pritet konstruktivitet, sepse e ka dëshmuar që është i interesuar në dhunë dhe destabilitet, dhe është i interesuar që ta kthej jo vetëm Kosovën, por ta kthej gjithë rajonin tonë mbrapa në vitet e 90-ta. Natyrisht ne nuk do ta lejojmë një gjë të tillë, ama nëse vetëm e shiqoni numrin e marrëveshjeve që Serbia i ka nënshkruar në dialogun e Brukselit, mbi 2 të tretat nuk i ka zbatuar kurrë. Marrëveshja e fundit, propozimi gjermano-francez, i cili pastaj u bë propozim i Bashkimit Evropian, është ofruar që të nënshkruhet nga Kosova, mirë po nuk është pranuar nënshkrimi i asaj marrëveshjeje nga Serbia, pra këtu dihet qartë se kush po e bllokon procesin. Dhe të kthehemi te pyetja juaj që SBA dhe BE-ja po kërkojnë që të rikthehemi në dialog. Kosova nuk ka asgjë kundër dialogut. Kosova i përgjigjet çdo thirrjeje për të marrë pjesë në dialog. Dhe ne jo vetëm që marrim pjesë, por ne edhe i pranojmë marrëveshjet, duke mos shkel sovranitetin e Kosovës natyrshëm, por duhet ditur që ato marrëveshje kanë kompromise në to dhe kanë kosto të lartë politike, megjithatë janë marrëveshje që janë pranuar nga Kosova, por është Serbia ajo që e ka bllokuar procesin gjithnjë. I pranojmë marrëveshjet, e thatë ju. E pranoni edhe asociacionin me komunave me shumicë serbe? Marrëveshja e cila quhet propozimi gjermano-francez, që pastaj e ka pasur edhe aneksin e Ohrit, ndër të tjera parasheh në nenin 7 dhe në nenin 10, edhe një gjë të tillë, mirë po si president e vendit në asnjë mënyrë nuk pranoj asnjë asociacion që jap kompetenca ekzekutive për komunat serbe dhe asnjë asociacion që do të binte ndesh me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Pakoj ahtisarit dhe Kushtetuta e Kosovës lejojnë bashkëpunimin ndërmjet komunave. Një bashkëpunim i tillë do të ishte në rregull, ama jo një bashkëpunim që jap kompetenca ekzekutive një entiteti të ri i cili del jashtë sistemit ton kushtetues, sepse ai është i rrezikshëm dhe propozimi aktual, draft statuti aktual që ishte propozuar nga zoti Lajçak në atë kohë, për fat të keq i përmban disa dispozita të cilat si vlerësim i imi, si president e vendit, janë edhe në kundërshtim me Kushtetutën, edhe në kundërshtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Një pyetje tjetër, prandaj ju pyet edhe për dialogun, është sepse Kosova është një vend izoluar për momentin. Ju po i quhni, mosa dikush i quhen ashtu dhe kështu. Çfarë do të bëni ju për heqjen e izolimit të Kosovës, sepse edhe po jo vetëm të Kosovës, sepse edhe Shtetet e Bashkuara, unë e di që ju vetë keni nisur atë proces, po edhe Shtetet e Bashkuara e kanë ndërprerë dialogun strategjik ose më mirë them procesin. Si e shehni ju pozitën e sotme diplomatike dhe ndërkombëtare të Kosovës? Ky është jo vetëm një konstatim totalisht i gabuar, por është një konstatim që nuk ka asnjë lidhje me realitetin. Dhe për dallim prej konstatimit tuaj që Kosova kinse qenë ka vendi izoluar, që nuk keni fare argumente për një gjë të tillë, unë kam me mira argumente pse Kosova në këto 5 vite ka pasur dyert më të hapura se sa gati në çdo periudhë tjetër përpara. Ma gjeni një periudhë tjetër ku Kosova është ftuar në secilin forum ndërkombëtar, unë si presidente dhe udhëheqëse e politikës së jashtme, nuk ka organizim ndërkombëtar ku nuk kam qenë e ftuar për t'i dhënë zë Kosovës dhe për ta përfaqësuar Republikën e Kosovës, përfshirë edhe në samitin e NATO-s, ku Kosova kurrë në histori nuk ka qenë më parë e ftuar. Pra në samitin e 75 vjetorit ta përfundoj tash, sepse kërkuat përgjigje, unë do t'ua jap përgjigjen me argumente dhe jo me supozime, të cilat nuk kanë të bëjnë me realitetin. Pra, unë jam udhëheqëse e politikës së jashtme dhe jam presidente e Kosovës, nuk përfaqësoj ndonjë vend tjetër. Dhe nëse presidentja e Kosovës është në çdo forum, është në çdo shtet, ka derën hapur ta takojë çdo lider të botës. Si mund të quhet një vend që udhëhiqet nga një presidente ku është çdo kund në botë dhe ka vizituar më shumë vende se sa çdo president paraprak dhe ka hapur më shumë dyer se çdo president paraprak
dhe janë arritur më shumë marrëveshje se sa gati në çdo periudhë tjetër përveç natyrisht s'po e krahasoj me vitin e shpalljes pavarësisë, ajo ka qenë komplet periudhë tjetër historike, por po krahasohen me periudha të tjera, në qoftë se ke çdo derë hapur, në qoftë se ke besimin dhe përkushtimin e secilit lider shtetëror, nuk po flas tani për shtete si Rusia dhe armiqtë të Kosovës, po flas për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po flas për Gjermaninë, po flas për Francën, po flas për shtetet në kontinente të largëta me të cilat asnjë president tjetër paraprak nuk ka ndërtuar relacione të afërta. Dhe në qoftë se udhëheqësia e politikës së jashtme të Kosovës ka arritur që të jetë prezente deri në këtë mas, si mund të quhet Kosova shtet i izoluar. Sa i përket dialogut strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë thënë edhe në intervistë që ndërprerja e planifikimit të dialogut strategjik nuk është kundër popullit të Kosovës dhe njëkohësisht kanë treguar publikisht që do ta vazhdojnë bashkëpunimin me presidentën e Republikës së Kosovës dhe ne këtë partneritet po e vazhdojmë. Në fushën e mbrojtjes, si komandante supreme e ushtrisë së Kosovës, jam siguruar që asnjë projekt në fushën e mbrojtjes mos të ndërprehet me Shtetet e Bashkuara dhe po e vazhdojmë në përmasa që nuk ka qenë më herët. Kur jemi te Kosova, të kthehemi te ajo që na pret në fakt ditën e diel. Çfarë pretin nga seanca e ardhshme e Parlamentit të Kosovës? Do të kemi qeveri ditën e diel apo jo? Dhe cili është qëndrimi juaj ndaj të gjithë procesit që po zhvillohet rreth krijimit të qeverisë? Tani nuk dihet në qoftë se të dielën do të ketë seancë të kuvendit apo jo, sepse seanca e kuvendit ftohet vetëm në qoftë se krijohen 61 votat e nevojshme nga i mandatuari për kryeministër, zoti Kurti. Në qoftë se kjo do të ndodhë apo jo, është tërësisht në duar të partive politike dhe për momentin nuk mund të parashikoj edhe pse diela është shumë afër, por siç e dini rrjedhat politike në Kosovë nganjëherë janë të paparashikueshme, pra brenda orës mund të ketë zhvillime brenda orës, mund të ketë marrëveshje në momentet e fundit, janë gjëra të cilat nuk mund t'i parashikoj. Në qoftë se ka marrëveshje, mund të mbahet seanca dhe mund të ketë qeveri. Në qoftë se s'ka marrëveshje, atëherë si presidente e vendit do t'i ftoj të gjitha partitë politike për të parë në qoftë se ka mundësi që dikush ta krijojë shumicën, se mendoj që është përsëri herë të flasim për zgjedhje të jashtëzakonshme, por ajo është një alternativë në qoftë se nuk krijohet shumica. Në fakt mbetet e vetmja alternativë sipas kushtetutës. Pyetja e fundit, zonja presidente, ku e shihni ju Vjosa Osmanin pas prillit? Unë nuk mendoj asnjëherë se ku do të jetë Vjosa Osmani, mendoj gjithmonë vetëm se ku do të mbetet Republika e Kosovës dhe në qoftë se populli i Kosovës dëshiron që unë akoma të jap kontribut për Republikën tonë, atëherë do të vazhdoj të jap atë kontribut. Në qoftë se qytetarët e Kosovës nuk dëshirojnë të më shohin duke dhënë kontributin në politikë, unë gjej mënyra të tjera për të kontribuar për shtetin tim. Çka është më rëndësishme është që unë do të vazhdoj të jem në Republikën e Kosovës duke dhënë kontribut qoftë profesional, qoftë politik. Shpresoj që Kosova të ecë përpara dhe që në përgjithësi rajoni të jetë një rajon i qetë. Faleminderit për bisedën. Faleminderit juve.